Për mu, futbolli ka qenë pjesë e jetës tam, ka qenë pjesë e të qenurit Gjuli kush është, edhe për këtë unë e gëzoj një shëndet shumë të mirë, edhe pse i kam 36 vjetë. Isha tu festu me flamurin edhe e posh... I posh, jo, nuk i posh këtë kamera, për i posh e këtë njerëzit tu këndu shqipe dhe ypa për mi, e mora një flamur, e valita flamurit. Kam dëshirë që edhe familja jam, fëmijët e mi kur vinë njetë, që t'jem një non sportiste, që t'jetë në pitch, të thonë gol! Yes! Edhe pse kjo flamur është politik, unë e respektoj këtë, po unë jemi kuqezi. Unë jam tifuz e futbollit dhe do jem edhe kështu edhe kur bëhem 80 vjeç plak. A je mirë në penaltia? Kornera, goditje me kokë, stile ka par? Çka dojna provojna, nuk e di më të se ku po ka hajtë këshyra. Pa të shyrim. Përshëndetje për këtë shkues të transferimet, sot pe hap një rubrikë shumë të re. Është për maraklit futbollit. Nuk është futbolliste, as moderatore, as gazetare, po është një figurë që krejt Kosova, Shqipnia edhe anën barë njohin. Është një simbol i sportit, i fitnessit dhe një gruaje femre të suksesshme. Për me e sonte është Gjuliana Nora. Gjuli. Përshëndetje, si e? A i lodh? Faleminderit shumë që na ke nderuar. Faleminderit që mora një ftesë nga jo. Kish qenë fushë më përpara? Po, fusha për mua edhe gjithçka që është lidhje me sport, unë mbrit me sport, kështu që për mua kjo është si shtëpi tem. Domethënë, po duhet të pyet fillimisht, a ke lyp futboll? A ke pasur një përvojë? Unë futboll, do thotë nëse nuk e dini, unë jam lindë, jam rrit pothuajse në Finland të jetën 27 vjet. Edhe 10 vjet kum luajt futboll në Finland, unë jam lindë, jam rrit në një familje shumë sportista. Dy vllazit e mi kanë luajt për Finlandën në futboll. Kështu unë gjithmonë me sport, do thotë mas shkollës, nëse si un kam punë, po flasin mosh shumë të vogël, gjithmonë un kam pitch do thotë në futbollit ose basketbollit ose fushat, fitnessit, sepse unë marrë frim fitness, sport. A ke këshur futboll, apo thjesht e ke shiu aktivitetin, qoftë fizik, qoftë edhe lojën cigar, se më duket ti je tip që ke me fitu shumë, e kena pak. Po, unë jam shumë. Jo, unë mendoj kështu që nëse njëri e don një sport, çfarë do sporti, tenis, futboll, basketball, whatever it is, unë mendoj që njëri edhe get into it shumë deep. Edhe unë gjithmonë futbollin e kam dashur shumë, kam këshur loja me për, do thotë, fusha ma ndërkombëtare që ka, do thotë, Liverpoolin, Arsenalin, Chelsea, Madridin, Barcelonën, do thotë për mua, unë mos të harroj edhe Francën që i kam këshur goxha shumë në Rome dhe Lazion. Do thotë, për mua futbolli ka qenë pjesë e jetës tam, ka qenë pjesë e të qenurit Gjuli kush është, edhe për këtë unë e gëzoj një shëndet shumë të mirë, edhe pse i kam 36 vjetë, do thotë për mua fitnessi, sporti, tenisi, futbolli, basketbolli, unë jam rrit në fushat të tilla dhe kam dëshirë që edhe familja jam, fëmijët e mi kur vinë njetë, që t'jem një non sportiste, që t'jetë në pitch, të thonë gol! Yes! Do me thonë, hala asociohesh me futboll. Hala është diçka që nëse nuk e përcjell paktën në herë t'jap emocion, e kupton, po ti pas jeni fitness gjithmonë, prap sporti, futbolli ato është baza. Baza është njëjtë. Gjuli do na fol pak për një eksperiencë në Hamburg. Po. Me 19 qershor, më kanë edhe në Hamburg. Edhe kena pa një video që është shku shumë virale. Po, 4.7 milion. 4.7 milion. 4.7 milion ka shku deri tani. Mbi një kerr mas barazim, mas goli që shënu në fund. A mund të na fol për këtë eksperiencë? Unë e kom pa pak a shumë, e kom pak më larg. Ty të kam pa keq, kështu që na fol pak. Po, atëherë kjo ka qenë shumë spontane. Normal, unë e konsideroj veten si një person i thjesht që rrugëve të Hamburgut ose lojave shkon e shikon si ti si ai, pa marrë parasysh a jemi fytyra publike ajo, unë shkoj për emocionin ato, e kisha këtë familjen ato, e kisha këtë shoqërinë, edhe një moment isha tu festu me flamurin edhe e posh... Jo, nuk i posh këtë kamera, po i posh e këtë njerëzit tu këndu shqipe dhe ypa për mi, e mora një flamur, e valita flamurin, sepse në adhuroj me valvit flamurin kuqeze, unë mendoj që ai është flamuri jonë, do të kombëtar, edhe thjesht nuk e kum ditë që e kop një kamerë aq shumë edhe bëhet aq virale, kanë shku shumë komente, do të jenë bë për mi, më duket 4.000 komente që shohen shkijet po, jo mu, po të ngusht njëri me tjetrin, do thotë unë nuk e di që u bëj virale edhe nuk e di pse, po e kuptoj që është shumë e bukur si video,
Po është një femër shqiptare që është shumë krenare që është shqiptare. A ke këshyrë 3 ndeshjet? I kom këshyrë të 3 ndeshjet, po, unë kam qenë pej fillimit deri në fund, tani në një ditë masi që u skualifikuam, shkuva në Tiranë që isha edhe te topi edhe te klani musafir special për me tërgu ngjarjet e futbollit dhe ekipit European Champion. Çështu do kombëtarja shqiptare në European? Po ne kena pasur grup shumë të vështirë, mas pari me Italinë, me Kroacinë, po parazim fund atë Spanja kampionja. Çështu do performanca, mujtë. Unë mendoj se kur të shikojnë, nëse na shikojnë një rrjedh, mas pari të shikojna so e kemi ekipin tonë, do të thotë nuk kemi shumë gjatë që kemi histori të futbollit, edhe pse nashta na kena histori brenda, po kur të shikojsh në arena ndërkombëtare nuk kena. Andaj do të më kon shumë më sinqert, për atë që jemi edhe për atë sa vjet kemi eksperiencë, edhe për një formim të tillë, unë mendoj që kemi bërë shumë mirë. Tash unë mendoj që mas 4 vite, mas 8 vite pritet edhe më shumë edhe unë besoj që shqiptarët nuk ka rëndësi as Kosova apo Shqipëria, unë jam tifo të gjithave. Vetë medalë, se folë veç për Shqipërinë. Kosova na e këshyrhesh. Po, e shikoj edhe Kosovën, shpesh shkoj te Fadil Vokri edhe shikoj lojat e Kosovës. Ma pak të Kosovën se sa të Shqipërisë, sepse u bëshë 20 vite që shikoj Shqipërisë. Dhe unë gjithmonë kam thënë që edhe pse kemi 2 ekipe, një popull jemi. S'mune me ke emocione që që Shqipërinë. Unë ma shumë faktikisht ndjej shpesh herë kur e Valviti Flamurin Kuçezi, sepse kemi familjar që do të janë thjesht kanë jap jetë për këtë tokë. Pro bashkimit që shpëndove? Po, unë gjithmonë kam qenë edhe babi im ka luftu për një tokë të përbashkët. Njerëzit e humbur nga jeta ime, nga familja ime kanë qenë për këtë flamur, edhe pse kjo flamur është politik, unë e respektoj këtë, po unë jemi Kuçezi. Megjithatë tash është e mira që kena dy ekipe, 2 ditë mund të më qurloj, që na gjenë njëra. 2 poena që është shumë mirë. Që na gjenë njëra kena tjetrën, edhe ana sjell tash. Shumë e vërtetë. Gjuli, do të më pyet pak edhe për futbollistat shqiptar, qoftë Kosovës, qoftë Shqipërisë, që luajnë në Kosovë edhe jashtë. Tash po të pyes apo të ngucin, po të pyes që dokën si futbollista, a të pëlqejnë, qoftë që dokën në appearance, qoftë që luajnë, ai përcjell, a të kontaktojnë, a të kontakton. Sa pyetje më ka dalë, nalo. Tuj, Shefe, unë mendoj që unë jam në një moshë që futbollistat nuk më tërheqin më, sepse kur t'jesh 20 vjeçe, ndoshta kur t'jesh fytyrë publike, se edhe atëherë kam qenë fytyrë publike, kanë akses, del pak, shef çka përputheni me atë persona. Për mua është shumë rëndësishme përputhja mentale me një person, me një individ. Nuk ka rëndësi a është futbollista jo, po normal që ka shumë futbollista që shkruajnë, posaçërisht këta të rinj që fascinohen për linjet, për atë fuqinë e gruas që jam, që e kam prezantu. Normal që çdo njeri ka dëshirë një person shumë të fortë krah, por tjetra gjë është a je gati me përballu një grua të fortë. Po zakonisht futbollistat ose njerëz që janë në botën e sportit, zakonisht përshtaten me njerëz që janë në botë sportit, kuptimin e fitnessit, sepse i lidhen sa, i lidhen ambicjet, lifestyle e krejt. Po ti po thuaj që s'ka bë për shtypje kjo pjesë. Mos unë ka bë për shtypje, nuk unë bën më, se dikur ndoshta edhe unë ka bë, sepse e kam përcjell shumë futbollin dhe fatmirësisht kam pat akses në shumë mënyra në futboll, si me futbollistë si me futboll, por unë mendoj që thjesht nuk më tërheqin si individ futbollistat, po si futbolli që shikoj, unë jap shumë ndjesi dhe atraksion me shiku futbollin dhe nuk do, unë jam tifoz e futbollit dhe do jem edhe kështu edhe kur bëhem 80 vjeç plak. A na tregon eksperiencën më të bukur në stadium që the ku në Liverpool, Arsenal, Chelsea, Madrid? A ki preferuar me ka dhënë në eksperiencë? Po unë kam jetuar 8 vjet në Londra, akoma faktikisht jetoj me letra, po A je me Chelsea? Unë tregoj drejt. Kam shikuar Chelsea, kam shikuar Arsenal, po kur ishte Granit Xhaka në Arsenal, u lidhen sanet edhe thjesht e kisha 3 kilometra nga shtëpia, do të thotë stadiumin e Arsenalit, edhe normal që kishim akses sepse na shqiptarët jemi pak dashamirës, na çojnë VIP bileta, jo këtë sezonin edhe thjesht West Ham United gjithashtu, do thotë kam shikuar shumë. Po. Edhe West Ham United u kanë edhe një shqiptar tjerë, një djalë i Zvicrës, që u kanë edhe dikush tjetër, po Ajeti, dhe pastaj prej atina kisha akses në krejt këto, edhe ishte shumë një ndjesi shumë e bukur me poshtë shqiptarët që po triumfojnë, edhe unë isha njëra nga shqiptarët që po isha tifo. Do të thonë lidhet i paske, po mdohet. Po unë mendoj që do të unë jam një njeri shumë pozitiv dhe i respektoj shumë njerëzit, dhe kur i respektoj njerëzit, normal ta kthejnë respektin me respekt. Dhe normal që futbollistat që kanë me t'jap një VIP tickets ose kështu me radhë, edhe normal për kraja sepse mediumi sot e bën veten rrjetet sociale. Patjetër. Gjuli, kena do pyetje shumë interesante, paksa sfiduese për ty, po për ty sfiduese
Çka është fiduese për mua, nuk ekziston. Të lutem. Nuk ekziston. A kena me lu futboll ajo? Po, tash pa. Thash mos pelojna me kaq. Jo, s'ka shans. A kishe pranuar me qenë prezantuese sportive në një emision futbolli? Kam qenë prezantuese në emisione ndryshme, por jo të futbollit. Po megjithëse kisha pranuar një gjë të tillë sepse është sfidë në vete, edhe unë vesh merrem me sport, kështu që a je për me analizat lojës apo thjesht me udhëheq? Me udhëheq, analizat lojës unë mendoj që ka shumë atë mësore. Unë mendoj që njeriu duhet me ditë. Pas ka njerëz që nuk dinë që e pranojnë që s'dinë gjithçka. Unë mendoj që nuk e di gjithçka, unë mendoj që ti duhet me kon do të thotë profesionistin që atë lami që shkon me komentu. Unë fatkeqësisht nuk jam analiste për sportin, edhe pse di shumë sa në për sport, por mendoj që ka shumë njerëz më të mëshëm se zonë. Përgjigje fantastike. Nëse ishe kon futbolliste, në cilin pozitë kishe pas qef me lujt? Portier, mbrojtës me suçor sulmues. Çfarë pyetje është kjo? Po thua. Sulmues, of course. Këtë shqiptar nuk e kanë shtonë me shku përpara çfarë puna? Unë mendoj që na e kena ngjak se ndoshta na kon shtypun prej okupatorit Pedeni, edhe gjithmonë na kon ndoshta shtypun me tash kur na kanë jep hapësira të veç sulmues. Veç me sulmu, ha? Veç me sulmu. Përgjigje. Mbrojtja është më e rëndësishme në futboll. Yes. Kështu që nuk ka sulmuese. Është një thënie thotë mbrojtja më mirë sulmi, apo sulmi më mirë është mbrojtja. Mbrojtja. Mbrojtja më mirë sulmi. Okej. Shkojmë tjetër. Nëse do ta zgjedhni një skuadër kosovare për ta përfaqësuar si fanse, cila do ta ishte? Domethënë klubet që janë Prishtina, Gjelani. Drenica. Drenica. Po në Drenica si jam. Po kthehen në Superligë, a kemi mbështet ku kthehen në Superligë? Gjithë. Potencialisht kampione së bona, pa nai. Of course. Tash mos tomë mi kart, po nai kthjella. Po mi kart, mi jam. Veça muan. Veça vona. Shaka se normal un jam për krejt ekipet e futbollit të Kosovës se vërtet janë të treguar me një minimal pagesë, tregojnë shumë aftësi, edhe unë mendoj që i djemtë tonë janë tepër temat. Jo vetëm djemtë, edhe gocat që luajnë për shembull, do të thotë unë nuk e këshuri vetëm futboll, po kemi handball, volleyball, çikat e tona po na zbritin fytyrën. Judo kuptohet se vetë. Po judo mo u bojo hit. Tash në fakt tash na asociohem me judo Kosova, s'ka më vetë pjesëmarrje. Bash. Tjetra, a ke ndonjë klub futbolli që ndjek rregullisht? Pyeta më herët, po a ke ndonjë klub që primat? Kur kam qenë tu rrit, e kum pat definitivisht Liverpoolin e kum dashur shumë sepse një mik i familjes tonë, Sami Hypja, e kena mik familjes, ka lujt në Liverpool dhe unë jam rrit me Liverpoolin. Por tani kur u bënen do të shokët e mi që ishin edhe në formulë, duke edhe me formulë mu mirë se Häkkinen, Räikkönen, e të tjerë. Se na jena të Finlandës, kështu që na jena, nështë ta mendoni që Finlanda është shumë e modë, për jena vërtet shumë pak fytyra publike atje që rrimë njëri tjetër. Ka qenë Shefki Kuqi që ka lyp për Po, Finlandë. edhe Shefki Kuqi që kemi shumë mik të familjes që familjet e tona janë të para që kanë shku në Finlandë vitet të 80-ta, fund të 80-tave. Kështu me radhë, po Liverpoolin e kum pa gjithmonë sa ju mrit. Tani kur u shpengula në Londër e posh afektin edhe historinë, tani janisa pak edhe me pëlqy normal Chelsea-n, Arsenalin, por edhe do thot Madridin e kum pa të mundësim edhe Barcelonën me shiku live në VIP. Bernabeu dhe në kampionit. Po, yes, edhe u kanë një djesish. Atje është djesi ndryshe. Anglet janë krejt budall, po mendoj për futboll. Por Spanja është different level. Krejt po shumë ke, vish për futboll ish. Gjësia me e mirë që kam përjetu në herë në futbollu kon ato. Përveç kur kalu Shqipëria në European. Mërë një mësim që është me dash futbollin, edhe pse si jenë futboll officially. Si janë futboll officially, po sport always. Okej, çka mendon për vajzat që në fansë të zjarrta të futbollit? Qoftë ndërkombëtar, kudo. Ti je ka futbollin pasion. Po, unë mendoj që kjo është nëse na ja fillojna psikologjikisht me mendu një person si rritet. Unë jam rrit për shembull me një familje futbolliste, jam rrit me një familje sportiste, me art. Kështu që unë s'kum pa qysh mu rrit mos me dashur sportin ose futbollin. Edhe unë mendoj se psikologjikisht, emocionalisht lidhesh, normal tani edhe fizikisht. Për shembull, unë gjithmonë mas shkollës un kon në peç futbollit, tu e shutu topin ose basketball ose volleyball ose do thotë jeta ime nuk u kanë për stacione tren të pi birra që rinia e finlandeze ka pat. Unë un kon gjithmonë me vëllezërit e mi, me motrat e mia në peç. Sporti ta ka udhëheq jetën në një fjalë. Unë mendoj që sporti tregon ty sa i sukses shumë ke me kanë jetë. Edhe nëse nuk je profesioniste, sporti ta tregon ty disiplinë dhe përmes disiplinës ti bësh i suksesshëm herë do kur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në kuptim. Mani me këto fjalë, që tash keni çka më pa. Ai e mirë në penalltia. Kornera, goditje me kokë, stile ka pak? Çka dojna provojna, nuk e di më se ku po ka heti këshirën. Tash e shym. Kjo ka intervista me Gjulin, tash kena më vazhdu me sajnë shumë interesante. Keni më konë shumë kurioz çka ka me ti të bëj Gjuliana Nura. Hajde. Shkojmë.